mundemi të fillojmë, nëse mund të zënë vëndet. Gëzim që mblidhemi së bashku, dua t'ju kujtoj një pasazh që Davidi shpreh atë mallin që ka për shtëpinë e Perëndisë, e thot, më mirë një ditë në oborret e tua se sa 1000 gjetiu. Edhe ne mund të kalojmë në shumë vende, ne mund të shohim shumë gjëra të bukura, mund të jemi me shumë njerëz, po Davidi ka diçka aty kur thotë që më mirë një ditë në oborret e Perëndisë se sa 1000 gjetiu. Në fakt, çfarë privilegji që Zoti na ka dhënë që ne me anë të Krishtit ne mund të shkojmë në prezencën e Tij dhe të mund të adhurojmë atë, të shohim se si është Ai, çfarë privilegji. Edhe vërtet le të kemi në zemër këtë pasazh, më mirë një ditë në oborret e Perëndisë se sa 1000 gjetiu. Edhe të gëzohemi sepse Zoti kur na pret në prezencën e Tij, Ai do që të gëzohemi. Sepse Ai është Zoti plot fuqishëm, sepse Ai është Zot sovran, sepse Ai është Zot që na ka krijuar për lavdinë e emrit të Tij. Dhe kur Ai shef gëzimin e shpëtimit, frytin e buzëve tona që lëvdojnë emrin e Tij, Perëndia lëvdohet. Amen. Edhe vërtet I kemi këto gjëra në zemër sot edhe të gëzohemi në prezencën e Tij. Le të shohim në këmbë edhe shkojmë te Zoti me falënderime, në adhurim, përgatisim zemrën tonë. Zoti I dashur, faleminderit Perëndi për hirin tënd të madh. Ne jemi shumë mirënjohës për Krishtin Perëndi. Një dashuri, një sakrificë e jashtëzakonshme për te çdo lloj imagjinate. Faleminderit që Ti vdiqe dhe vuajte në mish Perëndi për neve. Faleminderit për jetën e re. Faleminderit Zot që ne kemi një marrëdhënie personale me Ty, me Zotin e universit. Të jemi shumë mirënjohës Perëndi. Kush jemi ne Zot që Ti të hedhër syt në jetën tonë Perëndi, por të jemi shumë mirënjohës për hirin tënd të jashtëzakonshëm, që na gjete aty ku ishim Perëndi, edhe na lave, na pastrove me gjakun tënd të shenjtë, edhe na bëre bijtë Tu Perëndi. Faleminderit Zot për privilegjin që kemi të njohim Ty personalisht dhe të gëzohemi në oborret e Tua Perëndi. Ti je I denj të marrësh lavdrimet më të larta. Në emrin e Zotit tim Jezu Krisht falenderojmë. Amen. Një lumë gëzimi prej Tije, nga venat e Zotit tim, më ka dharur shyta natë rjetë ma shpëtim. Shtoj të jetoj unë I falur, I gjithë mëkatin më shfqir. S'ka më zinxhir janë këputur, më në fund jam I lirë. O jam I lirë, jetë e re prej mëshirës së Zotit, jetë e re prej mirësisë së Tij. Jeta ime ndryshoi, dorë e Ti e kam lënë, veç në Krishtin gjeta plotësi. S'ka më asgjë veç mirësi Zot, e kam shijuar aty. I humbur qesh derisa zemrën kam ullë në atesh, të më shpëtim. Jetë e re prej mëshirës së Zotit, jetë e re prej mirësisë së Tij. Jeta ime ndryshoi, dorën e Ti e kam lënë, veç në Krishtin gjeta plotësi. Kjo dashuri më dha mua falje, kjo dashuri s'më lëndje më I njëj, kjo dashuri më ngre larg drejt Teje, të shpëtim Zot dhurat kam nga Ti. Jetë e re prej mëshirës së Zotit, jetë e re prej mirësisë së Tij.
Vesh në Krishtin gjeta plotësi. Vesh në Krishtin gjeta plotësi.
shish mja dora afro. Fundin e saj provës këtu ku jemi na shëroso. Na udhish në këndën tonë. Nëse vini thënë gati,
Lavdi Zoti për atë ditë. Zoti do të vi shumë shpejt. Amen për atë ditë. Mirë, do të kemi kohë në ofrimin se vëllezërit bëjë gati. Ndërkohë në Ertil kemi një flet anketë për shoqen e Ermës tu që është për herë të parë. Dikush që është tjetër për herë të parë, ti urojmë mirëseardhjen dikush që është për herë të parë këtej. Okej. Mirë, vazhdojmë. Jo, mos ke frikë sepse unë të kam shtiruar, të kam thirrur me emër. Kur do të kalosh përmes ujëve, unë do të jem me ty, gjithmonë me ty. Kur do të kalosh me Kur ne kemi qenë duke studiuar Ungjillin sipas Mateut, folëm aty për dyert apo jo? Dera e gjerë, dera e ngushtë. Edhe pastaj me njëherë interesant, le ta shohim se për çfarë bën fjala e Perëndisë sot. Do të flasim pikërisht për temën e profetëve të rrem. E keni dëgjuar atë shprehjen që një ujë i veshur me lëkurë dele? Nga Bibla vjen.
Gjatë gjithë historisë njerëzimit, Zoti ka parlemëruar njerëzit, popullin e tij, edhe ata që janë sot në kohën e kishës, por gjatë gjithë Biblës ne e shohim një gjë të tillë në lidhje me mësuesit e rrem ose profetët e rrem. Edhe kjo ka qenë një temë e cila përshkruhet në Dhjatën e Vjetër sidomos shumë. Zoti flet ka pasazhe vërtet do t'i quajë të panumërta, që Zoti i paralajmëron njerëzit e tij sa u takon profetëve të rrem. Dini pse? Sepse ata, profetët, kanë një ndikim, edhe kjo në kontekstin e profetëve të rrem, për të devijuar popullin e Zotit nga fjala e Perëndis, nga dëshira për të ecur me të. Kështu që tema e sotshme është në të vërtetë mjaft serioze. Le të lexojmë gjithë pasazhin. Nuk do ta shohim të gjithë sot, do të merremi vetëm me një varg, por le të shohim se çfarë thot Jezusi në vijim të predikimit në mal. Ai thot: "Por ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju me të veshur delesh, por për brenda janë ujqër grabitqar. Do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga murrizat, kështu çdo pemë e mirë jep fryta të mira, por pema e kalbur jep fruta të këqija. Një pemë e mirë nuk mund t'jap fruta të këqija, as një pemë e kalbur t'jap fruta të mira. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë pritet dhe hidhet në zjarr, prandaj do t'i njihni ata nga frytet e tyre." Le të lutemi bashkë. Atë faleminderit për këtë mëngjes. Lutem të bekosh zemrat tona sot me fjalën tënde. Zot, folu zemrave tona. Na mëso, Zot, se sa nevojë kemi ne të dim, të dallojmë atë që është e vërtet, e pastër, atë që rrjedh nga goja jote, Zot. Faleminderit për të vërtetën, për fjalën që është e gjallë. O Zot, folu zemrave tona sot. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Tema e sotme sot do të jetë më shumë një studim bible, sesa një predikim i mirëfillt, kështu që le të bëhemi gati. Ju thash, me njerë pas dyerve, dera e ngushtë, dera e gjerë, Jezusi flet për profetët e rrem. A mos ndoshta kjo ka lidhje që disa prej njerëzve që quheshin profet, që Zoti i konsideron profet të rrem, ishin ata që thoshin që dera e ngushtë nuk është aq e ngushtë, edhe njeriu mund të ikë shumë mirë në derën e gjerë. Interesante. A mund të jetë kjo arsyeja? Po, le të shohim pasazhin me vëmendje, fillimin e këtij pasazhi, sepse qëllimi i Zotit është që ne të jemi vigjilent, të jemi syçel, të jemi zgjuar. Pse? Vërtet, në kohën e sotme, ne nuk kemi profet siç kishte në Dhjatën e Vjetër, por konteksti i mësimeve të rreme, i njerëzve të cilët duan të uzurpojnë autoritetin e fjalës Perëndis, edhe duan që të fitojnë dhe të mbledhin pas vetes turma njerëzish. Njerëz të cilët duan të shkatrojnë kisha, të përçajnë punën e Zotit midis besimtarëve, ka. Prandaj kjo temë është kaq e rëndësishme. Le të shohim pikë së pari. Ore, po çfarë janë profetët? Çfarë është një profet? Ç'është profeti në fund të fundit? Me që po flasim për profetët e rrem, po le të shohim se çfarë është një profet në thelb. Dini, në kohën që ne jetojmë sot, kjo është një ndër pyetjet e vështira. Dini pse? Sepse ka shumë konfuzion. Ka shumë njerëz sot që dalin që un kam një fjalë nga Zoti. Për shembull, YouTube është i mbushur plot me njerëz të cilët nxjerrin video duke thënë që ja se çfarë do të ndodh, pata këtë vegim, më ndodhi kjo, edhe ja se cila është e ardhmja, edhe ja se çfarë ka Zoti për këtë brez, edhe ja se çfarë ka Zoti për ty, ja se çfarë do të ndodh sot, ja se çfarë do të ndodh nesër, edhe vërtet është e lotshme të jesh në këtë lloj breshërihe të njerëzve, të ashtu quajtur mësues apo profet, të cilët pretendojnë që kanë një fjalë nga Zoti, edhe ka dhe besimtarë, për shkakun që bien prej këtyre gjërave, duhet t'i jap këtij profeti, a duhet t'i dërgojë në llogari bankare, a duhet të mbështes shërbimin e tij, domethënë si është kjo punë. Ka prej tyre që kërkojnë klikime shumë. Unë do t'ju tregoj, abonohu, sepse do t'jetë kjo e do t'jetë ajo nesër pas nesër. Kam diçka që kam filluar edhe gjëra të tilla, ne shohim këto, nuk është e vështirë për ta kuptuar, por në thelb çfarë është një profet? Domethënë ç'është profeti? Bibla është shumë e kujdesshme Bibla, sepse interpreton vetveten. Ju thash, sot do të jetë një studim bible i mirëfilltë, shumë i rëndësishëm për ne për ta kuptuar. Po ja do ta shohim se cili është
mendimi i Biblës në lidhje me profetin. Çfarë është profeti? Për shembull tek Eksodi kapitulli 4 dhe vargu 16. Konteksti është kur Zoti i thot Mojsiut, Mojsi, e di si është puna, ti duhet zbresësh që të nxjerrësh popullin tim nga Egjipti. Edhe në vargun 16 tek Eksodi 4, duke bërë fjalë për Aaronin, që ishte vllai i Mojsiut, ai thot, ai do të jetë zëdhënësi yt në popull. Kështu, ai për ty do të jetë goja dhe ti për të do të jesh si Perëndia. Prisni pak. Mojsiu, pse doli Zoti në këtë konkluzion? Sepse Mojsiu nxori justifikime përpara Zotit, a Zot, po unë nuk di të flas. Nuk jam elokuent, nuk di të komunikoj, si mundet që unë të dal përpara faraonit, dhe si mund të artikuloj mesazhin tënd, edhe këto ishin justifikimet që Mojsiu i tha Zotit, dhe Zoti u zemërua me Mojsiun, me të vërtet. Zemërimi i Zotit u ndez kundër Mojsiut. Ja këtu është vargu 16, jemi 2 vargje më sipër, Atëherë zemërimi i Zotit u ndez kundër Mojsiut dhe i tha, a nuk është ndofta Aaroni vllai yt Leviti? Unë e di që ai flet bukur. Ja tani ai po del të takoj. Sa të shoh, do të ndjej gëzim në zemër të vete, dhe thotë në vargun 15. Ti do t'i flasësh, edhe shikoni me vëmendje, dhe do t'i vësh fjalët në gojën e tij, dhe unë do t'jem me gojën tënde dhe me gojën e tij, dhe do t'ju mësoj atë që duhet të bëni. Vargu 16. Ai do të jetë zëdhënësi yt në popull, kështu ai për ty do të jetë goja dhe ti për të do të jesh si Perëndia. Do t'i thuash Aaronit pra se çfarë të thot dhe më pas ai do ta thot. A nuk thot kështu? Do t'i thuash Aaronit se çfarë të thot, edhe më pas ai do ta thot. Ai do të jetë goja për ty, do të jetë zëdhënësi yt. Zëdhënësi yt. Ky është funksioni i tij dhe ja tani titulli. Zoti i foli, Zoti i tha Mojsiut, shiko, unë po të bëj si Perëndi për faraonin, dhe vllai yt Aaroni do të jetë profeti yt. Interesante. Pra çfarë është një profet? Profet është ai që ka fjalë të vëna në gojën e tij. Dakor? Një profet është ai që ka fjalë të vëna në gojën e tij. Pra është një zëdhënës. Në rastin konkret, Aaroni do të ishte zëdhënësi i Mojsiut. Fjalët që Zoti do t'i thoshte Mojsiut, Mojsiu do t'ia vinte në gojë kujt? Aaronit. Dhe Aaroni do të kishte fjalët që Mojsiu do t'i thoshte në gojë, dhe në këtë kuptim do të ishte zëdhënësi i Mojsiut. Shikoni sa e bukur është fjala e Perëndis. Pra çfarë është një profet? Profet është ai që ka fjalë të vëna në gojën e tij. Është një zëdhënës, po në rastin konkret kujt, me që po flasim për një profet të Zotit. Është një zëdhënës i kujt? I Zotit. Fjalët e Zotit janë vënë në gojën e tij. Pra shikoni, e thjeshtë është, po sa e rëndësishme. Pra profeti i Zotit është dikush tek i cili Zoti vë fjalët e tij, dhe kur ai hap gojën, dalin fjalët e Zotit. Nëse mund ta them në këtë mënyrë. Ky është një profet, ai është një zëdhënës i Zotit. Tani pyetja është, ore, a ka profet sot në këtë kohë që ne jetojmë? Se a dëgjojmë filanin që thot jam profet, mbase keni dëgjuar. Tani edhe më shumë, me internetin, sidomos. A ka profet në kohën që ne jetojmë sot, që Zoti i dërgon? Tani, le t'ju them pikë së pari këtë që Zoti në kohën e sotme i ka dhënë kishës dhunti. I ka dhënë kishës dhunti. Edhe dhuntit janë vërtet të shumëllojshme. Ne kemi një klasë këtu biblike specifikisht që quhet dhuntit frymërore, studiojmë në shkollën biblike. Kështu që për ata prej jush që dëshirojnë të fillojnë shkollën biblike, ne u japim një mundësi pasi të kenë kryer procesin e dishepullizimit. Edhe do të fillojmë këtë vit në tetor, në rast se kemi numër të mjaftueshëm njerëzish, po dëshirojmë që një nga këto klasa, në fakt, është pikërisht klasa e dhuntive frymërore. Tani, e thash, Zoti jep dhunti kishës, edhe dhuntit janë dhurata. Pra një dhunti frymërore është një aftësi e mbinatyrshme, e dhënë nga fryma e Perëndis. Kjo është një dhunti. Në mënyrë që shërbimi i Zotit të rritet, të zhvillohet. Edhe trupi i Krishtit përbëhet nga gjymtyr, edhe çdo gjymtyr ka një funksion, ka një dhunti të veçantë. Edhe kjo është dhuntia, pra është një aftësi e mbinatyrshme, frymërore. Fryma ja jep
këtij njeriu. E jep fuqi e pajis në mënyrë që ai të funksionojë, në mënyrë që vullneti i Zotit, shërbimi i tij të rritet, të zmadhohet, të zgjerohet, të shumëllohet, të shumëfishohet. Kjo është një dhunti frymërore. Zoti është dhurues nga natyra, amen? Ai jep dhurata, ai jep dhurata. Jakobi kapitulli i parë thot, çdo dhurti e mirë, çdo dhuratë e përsosur është nga lart, zbret nga ati i dritave pranë cilit nuk ka ndrim dhe asnjë ndryshimi. Tani disa prej këtyre dhuntive ishin të përkohshme dhe disa prej këtyre dhuntive janë të përhershme, nëse mund ta them kështu, pra të përkohshme dhe të përhershme. Ne kemi studiuar edhe në këtë kishë kemi bërë mësime të veçanta që kur kemi folur për shenjat e apostullit, këto ishin dhunti të përkohshme, që ishin dhunti shenjash, dhunti mrekullish. Apo jo, ne kemi folur për këtë gjë. Ka dhe dhunti të tjera të cilat janë të përhershme. Dhuntit e përhershme edhe këto ndahen në dhunti folse dhe shërbyese. Për shembull, Romakët 12, nuk dua të zgjatem, thjesht po lexoj cilat janë këto dhunti që janë në veprim sot. Te Romakët 12, vargu 6, ne jemi një trup në Krishtin, vargu 5, dhe secili gjymtyr të njëri tjetrit, vargu 6, dhe duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, thot, të profetizojmë sipas masës besimit, pra profecia, 1. Nëse kemi shërbim, le t'i kushtohemi shërbimit, 2. Po kështu, thot, mësuesi le t'jepet pas mësimit, dhuntia e mësimit, 3. Ai që këshillon, le t'i kushtohet këshillimit, pra është dhuntia e nxitjes, këshillimit. Ai që ndan, le ta bëjmë me thjeshtësi, dhuntia e ndarjes, e të dhënit. Ai që kryeson, le të kryesojë me zell, është dhuntia e administrimit. Dikush që drejton, administron. Edhe thot, ai që bën vepra mëshire, le t'i bëj me gëzim. Pra këto janë aftësi, është dhuntia e veprave të mëshirës, dhuntia e mëshirës, siç e themi, në fjalën e Perëndisë për profeci, mësim, nxitje, shërbim, ndarje, kryesim edhe mëshirë. Lavdi Zotit, Zoti jep këto dhunti në trupin e tij. Mirë po janë edhe një kategori tjetër dhuntish, të cilët nuk janë aftësi të mbinatyrshme, por në thelb, këto që do të themi tani janë njerëz që Zoti jep kishës. Për shembull, shikoni tek Efezianët 4 dhe vargu 8, apostulli Paul po i tregonte kishës në Efez që dëgjoi Jezusi vdiq, u varos dhe u ringjall. Edhe ai kur u ngrit lart, kur u ngrit në lartësi, kur u ringjall Jezusi, e robroi robërinë dhe thot u dha dhurata njerëzve. Një dhuratë është dhuratë e hirit, është një dhunti. Zoti jep dhunti ose dhuratë, është një dhuratë e hirit. Kemi studiuar për këto gjëra. Edhe shikoni në vargun 11. Thuhet dhe ai dha disa si apostujt, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar dhe të tjerë si barinj e mësues. Le të rrim këtu për momentin. Pra, këto kanë një kronologji, të gjitha këto dhunti që Zoti i ka dhënë. Së pari dha disa si apostujt, kur Krishti erdhi, sa ishin apostujt? Që janë një grup i veçantë apostujve që përmenden me një frazë në Bibël, të 12-tët, keni dëgjuar, përmendet disa herë në Bibël. Këta ishin të dërguar nga Zoti. Ky është kuptimi i fjalës apostull. Zoti i dërgon ata me një mision, të dërguar nga Zoti për një mision. Edhe të tjerë si profet. Në këtë kohë kishte edhe profet, ja do të flasum për këtë. Njëri prej tyre ishte përmendet e veprave të apostujve, veprat 11 përmendet disa që thot zbritën disa profet në Jeruzalem dhe njëri prej tyre thot ishte Agabo. Le t'ju lexoj vargun, është shumë interesant, thot në ato ditë disa profet zbritën nga Jeruzalemi në Antioki dhe u ngrit një nga ata me emër Agab dhe me anë të frymës parathoshte se do të ndodhte në mbar botën një zi e madhe buke dhe kjo ndodhi në Klaud Cezarin. Te veprat e apostujve 21 përmendet i njëjti profet me emër Agabo profetizoi diçka për palin se çfarë do të ndodhte atij, po të shkonte në Jeruzalem. Interesante, një gjë e tillë. Por kemi apostuj dhe të tjerë si profeta. Dhe këto ishin në kohën e Krishtit, edhe pasi Krishti u ringjall, edhe thot të tjerë si ungjilltar, të tjerë si barinj dhe mësues. Shikoni vargun tjetër tani se dua të bëj lidhjen. Apostulli Paul në po të njëjtën letër thot, kisha e Zotit, shtëpia e Perëndisë, është ndërtuar mbi themelin e kujt? Të apostujve dhe të profetëve. Pra, kur Zoti formoi kishën, ai e krijoi atë mbi themelin e apostujve dhe të profetëve. Dhe vazhdon dhe thot duke qenë Jezu Krishti vet guri i qoshës. Ky është shumë i rëndësishëm, amen. Pa Krishti nuk bëhet, po un kam bër highlight këto terma, pra apostull dhe profet, për të kuptuar atë që duhet të theksoj. Që në fillimin e kishës ishin apostull dhe profet.
edhe pa diskutim që apostujt e kishin dhuntinë e profecisë. Ne kemi dhjatën e re shkruar nga apostujt, është kështu? Zoti ka folur edhe ata kanë shkruar fjalën që Zoti u ka thënë atyre. Mirë po, çfarë ndodhi? Edhe apostujt dhe profetët, edhe këta kishin dhuntitë e shenjave, edhe këta bënin nga këto gjëra. Stefani ishte njëri që profetizoi te Veprat e Apostujve kapitulli 7. Por çfarë ndodhi pastaj? Zoti e shkruajti fjalën e tij, është kështu? Edhe apostujt ne shohim që nuk u zvendësuan më, përveç se kur Juda shkoi në vendin e tij, që vrau veten, kush e zvendësoi Judën? Matia. Dhe Matia kishte një kusht që duhet bëjë apostoj. Një njeri është apostull, dikush pra, i cili kishte qenë dëshmitar i kujt? I ringjalljes Krishtit. Pra jo çdo njeri mund të bëjë apostull. Ky ishte një ndër kualifikimet. Kishte qenë me dishepujt dhe të kishte parë ringjalljen e Krishtit. Edhe Matia ishte njëri prej tyre. Po shohim që pas Matias, apostujt vdiqën, edhe nuk shohim që Zoti të zvendësohen të apostujt. Jemi të qartë? Nuk u zvendësuan. Përndryshe do të kishim sot. Ku janë 12 apostujt? Do t'i kishim sot se do kishin lënë një pasardhës. Ku janë 12 apostujt sot? Nuk ka. Sepse Zoti e përfundoi punën e tij sa i takon shenjave, mrekullive, dhuntive, të cilat ishin dhunti shenjash, edhe e përfundoi shkrimin. Edhe në këtë kuptim edhe profet nuk kishte më. Apostoj dhe të tjerë si profet, të cilët apostujt pra kishin këto dhunti të profecisë. Edhe thot pastaj të tjerë si ungjilltar. Shohim që pas apostujve dhe profetëve, ungjilli u shpërnda shumë, ishte periudha e misioneve në botë, edhe ishin pikërisht ungjilltarët, amen? Që shkuan edhe bën punën e Zotit, misionarë, të cilët shkonin dhe flisnin të vërtetën, predikonin për Krishtin, edhe pas misioneve ishin të tjerë të cilët e mbulonin këtë fushë, ashtu siç i kemi edhe sot, barinj dhe mësues. Pra ungjilltar, barinj dhe mësues. Një funksion i trefisht. Shpallet fjala e Perëndis, barinjt janë për ta mbrojtur tempullin, shtëpinë e Zotit, dhe mësuesit janë për ta trajnuar, për ta mësuar. Apo jo, për të trajnuar dishepujt. Edhe bari dhe mësues janë të njëjtit njerëz, për shembull një pastor që është bari duhet të jetë mësues. Nuk diskutohet. Po jo çdo mësues është bari, por një bari duhet të jetë mësues. Edhe sot në këtë kohë, në periudhën e kishës, pasi është ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, kemi ungjilltar, barinj dhe mësues. Fjala e Zotit u përfundua, edhe nuk ka më nevojë për apostoj sot. Njerëzit mund të quhen apostoj në kuptimin e të dërguar, por jo me titullin apostull, dakor? Mund të marrësh një zbatim praktik që ne jemi apostujt të Krishtit në këtë kuptim si një mënyrë për të treguar që Zoti na ka dërguar në botë. Amen? Por jo si ata të 12-tët që kishin këtë emër në fjalën e Zotit, kështu që duhet kujdes sa i takon apostujve dhe profetëve. Duhet vërtet shumë kujdes. Atëre sot i kemi ungjilltar, barinj dhe mësues. Po në periudhën e mundimit të madh, në periudhën që do të vi pas marrjes kishës, java e 70 e Danielit, a do të ketë? Po, janë 2 dëshmitarët, për shembull te Zbulesa 11, nëse keni lexuar Biblën me vëmendje, janë ata 2 dëshmitarët, të cilët do të profetizojnë, thot fjala e Zotit, për sa ditë? 1260 ditë. Simbolizojnë ata profetë që do të shpallin fjalën e Zotit me mesazh të drejtë për drejtë nga ana e Perëndis për popullin e Zotit dhe për botën gjithashtu. Po në periudhën 1000 vjeçare, kur Jezusi do të vijë si mbret, në fakt keni parasysh, në periudhën 1000 vjeçare Jezusi do të ulet si një mbret në fronin e Davidit në Jeruzalem. Edhe të gjithë njerëzit do ta kenë mundësinë ta shohin fizikisht. Kombet do të shkojnë, thuhet te Zakaria 14. Çdo muaj do të paraqiten. Kështu që nuk do të ketë nevojë për profeci, nuk do të ketë nevojë për besim, sepse si mund ta besosh diçka që ti e sheh, ose ky është si parim, po në rastin konkret Zotin, dikë që e sheh, që është Zoti. Edhe nuk do të ketë nevojë për profeci. Tek Hebrejt kapitulli 8, unë do ta lexoj këtë pasazhin, thotë dhe kjo do të jetë beslidhja që unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit, thotë pas atyre ditëve. Atyre ditëve, ju kujtohet si shprehje? Periudha e mundimit, java e 70 e Danielit,
thot Zoti, unë do t'i shtije ligjet e mia në mendet e tyre, do t'i shkruaj në zemrat e tyre, do t'jem perëndia i tyre dhe ata do t'jenë populli im. Dhe shikoni në vargu 11, Hebrejnë 8, dhe nuk do të mësojë ndokush të afërmin e tij, dhe gjithkush vllain e tij, duke thënë, njeh Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli dhe deri tek më i madhi i tyre. Kjo është fjala e Perëndis. Te libri i Zakaris, nëse dikush do të dojë të profetizojë, kjo është do të më e frikshme. Në periudhën 1000 vjeçare, Zakaria 13 vargu 3 thuhet dhe do të ndodhë që nëse dikush do të profetizojë ende, jati dhe ëma që kanë lindur do të thonë ti s'ke për të jetuar sepse shqipton gënjeshtra në emër të Zotit. Interesante. Tek Isaia 11 dhe vargu 9 thotë nuk do të bëhet asnjë keqje, asnjë shkatërim mbi tër malin tim të shenjtë, sepse vendi do të bushet me njohurinë e Zotit në periudhën 1000 vjeçare. Kjo do të ndodhë. Ashtu si ujërat mbulojnë detin. Kështu që kujdes, shikoni Biblën në periudha të ndryshme. Edhe mënyra se si Zoti e shpalos fjalën e tij, kjo gjë është e dukshme. Kështu që përpara se të hidhesh dhe të thuash mirë, mendoj se jam profet, ki kujdes. Ki kujdes se çfarë po thuat, ti profeti. Ose në rast se dikush thot, sepse shikoni te ligji për të rirë kapitulli 18, por profeti, shikoni në Vjatën e Vjetër si ka qenë konteksti. Por profeti që pretendon të thot në emrin tim një gjë, për të cilën unë nuk e ka burdhruar, ta thot, ose që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet. Ky ishte ligji për profetin në Vjatën e Vjetër. Nuk është humor, por e them këtë sepse dikush mund të vinte në rrezik jetën e tij duke pretenduar se ishte një profet. Dhe nëse ti thua në zemrën tënde si do të bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti nuk ka thënë, Zoti e jep aty dhe thot në vargu 22, ku profeti flet në emër të Zotit, se zakonisht kështu thoshin, Zoti thot. Dhe kjo gjë nuk ndodh dhe nuk realizohet, kemi të bëjmë një gjë që Zoti nuk e ka thënë profeti me mendje madhësi. Mos ki frikë prej tij, thot. Domethënë Zoti thotë, nuk e kam dërguar. Nuk e kam dërguar atë. Sepse ajo që ai i thot nuk është realizuar. Kështu ishte në Vjatën e Vjetër. Tani le të futemi në vargun ton, një varg do të studiojmë sot. Jezusi thot aty, por ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju me të veshur delesh, por për brenda janë ujqër, grabitçar. Ky parlemërim për profetët e rrem është një ndër temat e zakonshme të Jezu Krishtit, është një ndër temat e preferuara të Krishtit, po them, kur ai ishte me dishepujt. Edhe aty thot një fjalë urdhruese. Cila është fjala urdhruese? Ruhuni. Ruhuni. Dini, kjo është një fjalë serioze. Nuk është një fjalë pasive nga ana e Krishtit. Por kujdes, po është më shumë se sa kujdes. Thot ruhuni. Ruhuni. Pra Jezusi thot aty, ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju me të veshur delesh, por për brenda thot janë ujqër grabitçar. Edhe ne mund të themi Zot, po ti shumë i hashpër je. Për brenda janë ujqër grabitçar, jo, Jezusi në fakt i vë mëkatit emrin. Dakor? Kjo dini si shprehet Jezusi. Shumë aty flet që janë ujqër grabitçar. Për Herodin thot, shkoni dhe i thoni asaj dhelpre. Mi sa mirë kemi lexuar Biblën. Helmi duhet quajtur helm. Përndryshe do ta psojnë ata që janë të pafajshëm. Është kështu? Mirë do ishte. Edhe kjo është një çështje shumë serioze. Shumë serioze. Jezusi çfarë po bën këtu? Po bën atë që bënte gjithmonë. Në fakt Jezusi kur e shikoni fjalën e Zotit me vëmendje u ngjit. Ai mësonte atë që është e panjohur ose të panjohur. Ne mësonte duke krahasuar me diçka që është e njohur, që është diçka që njihet nga të gjithë. Edhe ai e dinte shumë mirë që shoqëria në atë kohë ku ai ishte, edhe njerëzit me të cilët ai po bisedonte, ishin njerëz të cilët e kuptonin se për çfarë kishte fjalën. Ai tha ju i përdorni këto fjalë, është pjesë e jetës tuaj. Ju e keni njohurinë, e dini se çfarë janë delet dhe çfarë janë ujqërit. Ju e keni njohurinë, edhe unë për këto do të flas. Se kështu është. Në fakt, shoqëria në atë kohë ishte një shoqëri, le të them, e cila bazohej mbi agrikulturë. Edhe të ardhurat ishin kryesisht nga puna baritore që bëj. Pra çfarë bëni? Burrat mbanin dhi edhe dele, për shembull nxirrnin në mal edhe kishin
kope edhe në këtë mënyrë ata siguronin për veten e tyre dhe shisnin dhe produkte sigurisht. Edhe Zoti thot, a doni të dini se cilët janë profetët e re, mund të përdor pikërisht këto shprehje, për cilat ose këto fjalë, për cilat ju keni njohuri, pra e keni iden se për çfarë po flas, sepse ishin gjëra me cilat ata jetonin. Edhe në këtë mënyrë ai flet duke përdorur një gjuhë të tillë. Pra çfarë u bënte Jezusi? Po u fliste për jetën e tyre të përditshme. Për jetën e tyre të përditshme, ai njihte ata se si ishin dhe përdori këto fjalë. Vinë tek ju këta profetë rrem me të veshur delesh, por për brenda janë ujqër grabitçar. Tani kishte ndodhur në atë kohë në Izrael që edhe barin të rinj ose njerëz të tjerë, dikush që vishte ose vinte përsipër një lëkurë qengji, edhe për të qenë i pranuar nga kafshët, futej midis tyre. Për të qenë i pranuar nga kopeja. Tani vërtet duket e çuditshme sepse delet e njohin bariun, e njohin nga pamja, e njohin nga era, e njohin nga zëri. Kjo është e vërtet, por kafshët nuk janë pak të zgjuara, por jo shumë të zgjuara, me thënë drejtën. Që të bëhen çik ekuilibër. Dakor, prandaj kishte njerëz në atë kohë, për shembull, që e provonin këtë gjë, mendonin me një lëkurë qengji dhe futej midis tyre në mënyrë që atyre u dukej sigurisht një qengj tjetër midis tyre. Edhe dini pse e tregon Jezusi këtë? Për të treguar që jo çdo njeri që duket si qengj është qengj. Jo çdo njeri që duket si dele është dele. Prandaj e tregon Jezusi një gjë të tillë. Në mënyrë që kjo të kuptohet. Të veshur si dele, por ujqër grabitçar. Kush nuk mund ta kuptonte një mënyrë të tillë të folurit që bënte Jezusi. E në fakt i përshkruan profetët e rrem me një figurë të fuqishme, thot ujq të egër, që vinë të maskuar si dele. Delja në mendsinë biblike është simboli i pafajësisë, i përullësisë, i butësisë, i besimtarit perëndishëm, ndërsa ujku është një grabitçar, agresiv, i rrezikshëm, armik i kopes. Atëherë çdo të thotë që këta vinë të veshur nën petkun e deles. Unë besoj se është e qartë që profetët e rrem fshehin natyrën e tyre pas një fasade që duket tjetër. Një fasade të shenjtë, po them. Ata mund të përdorin fjalor të perëndishëm, sjellje të mirë, mund të flasin fjalët që besimtarët flasin. Kanë njohuri, ndërkohë që mund të duken si pjesë e kopesë së Zotit. Ama në zemër kanë synime krejt të tjera. Ata hiqen si barinj apo besimtarë të devotshëm. Dhe nga ana tjetër, duan të rrëmbejnë, të coptojnë, të prishin punën e Zotit, të shqyejnë edhe të zhvasin punën e Perëndisë, të coptojnë dele. Në kulturën e asaj kohe, profetët e rrem përpiqeshin të merrnin edhe pamjen e jashtme të profetëve të vërtet. Për shembull, ju kujtohet që ishin dy njerëz të cilët binin në sy, të paktën e kemi në fjalën e Zotit, në mënyrën se si visheshin. Njëri prej tyre kush ishte nga profetët, po them? Elia, tjetri në kohën e Jezusit, John Pakzori, do të thënë këta që janë si më të dukshëm, këta kishin një veshje të veçantë, apo kush vishej si këta, për shembull. Edhe interesante, unë duke studiuar Biblën tek libri i profetit Zakaria, kapitulli 13 dhe vargu 4 gjeta këtë, që atë ditë do të ndodhë që secili profet do të ndihet turp për vegimin e vet kur të profetizojë, thot, dhe nuk do të vesh më qyrkun për të mashtruar. Këtë mantel prej leshi, siç vishte për shembull John Pakzori apo breze prej lëkure, veshje prej lëkure interesante. Apo Elia, do të thotë që kishte profetë rrem, të cilët donin të imitonin profetët e vërtetë të Zotit. Po do të vit dita që ata nuk do ta kenë më, edhe atë veshje që mendojnë që e kanë. Kjo është ajo që po përpiqem të them. Kështu që veshja e deleve mund të simbolizojë atë shtirjen
fetare, hipokrizin, për të arritur një qëllim. Edhe kështu ndodh. Për shembull Pali thotë që edhe Satani thotë shndrohet në ëngjëll drita dhe punëtorët e tij marrin trajtën e punëtorëve të drejtësisë. Do thënë djalli nuk vjen kështu me dy brirë dhe me bisht, por vjen ndryshe. Shfaqet ndryshe. Edhe nuk është e vështirë të dallosh. Përveç se siç do të shohim herën tjetër, se sot do studiojmë vetëm vargun 15, se Jezusi thotë ja se si mund t'i dalloni ata, por nuk do të flasim për këtë sot. Por do të flasim për këtë rrezik se si janë profetët e rrem. Ujqër grabitqar, marrin pamjen e shenjtërisë që të fitojnë më lehtë nga njerëzit. Interesante. Jezusi tha le t'ju tregoj mënyrën se si veprojnë profetët e rrem. Ata nuk ju sulmojnë nga jashtë. Nuk hynë duke pasur një shenjë të madhe që thot profeti rrem apo antikrisht. Nuk kanë ndonjë shenjë. Nuk kanë tatuazh të madh 666 në ballin e tyre. Ata hynë duke vepruar, duke u sjell, duke nuhatur, duke vepruar si çdo dele tjetër. Por Jezusi thot nga brenda, ky është ndryshimi. Nga brenda janë ujqër për t'ju shkatruar. Prandaj vargu 15 fillon me një urdhër. Ruhuni, kujdesini vigjilent. Dëgjoni me kujdes, me bindje. Profetët e rrem ishin një rrezik i vazhdueshëm në kohët biblike dhe njerëzit duhet paralajmëroheshin shpesh, vëllezër motra, unë e thash arsye. Mënyra më e lehtë se si dikush mund devionte nga e vërteta e Zotit ishte përmes disa njerëzve që pretendonin dhe përmendin emrin e Zotit dhe dëshironin që të devionin njerëzit në një drejtim tjetër. Shikoni se si shprehet Zoti në fjalën e tij dhe Jezusi është Jezusi, ai e di fjalën. Amen? Ai është fjala e gjallë. Edhe në fakt Jezusi ka përdorur këtu disa fjalë. Njëra është për të përcaktuar ata që janë njerëzit e tij, që i quhen vërtet pjesë të kopesë së tij, edhe të tjerët janë ujqër. Në biologji ju e dini që ujqërit, qent, dhelprat, çaket për shembull, bëjnë pjesë në një familje që quhet familja Çfarë ishte ajo? Çfarë thej se ishte? Nuk e dëgjoj. S'ka gjë. Janë kanidët, quhet në gjuhë shkencore, familja kanine, që përbëhet nga këto kafsh. Edhe interesante, Zoti e përmend këtë dhe unë do ta them më pas pse ai ka vendosur që të njëjtën tipologji ta shtrinë në fjalën e tij. Dakor? Shikoni me vëmendje, tek Sofonia kapitulli 3 dhe vargu 3 thot, krerët e tij thot, në mes të tij janë luan që vrumbullojnë dhe thot, gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes që nuk lënë asnjë kock për ta brejtur në mëngjes. Konteksti këtu ka lidhje me drejtuesit frymëror dhe politik të kombit perëndisë. Edhe këtu Perëndia pra është duke folur për mëkatin e tyre të brendshëm. Ata thot janë ujqër të mbrëmjes. Jezusi është duke folur te Gjoni 12, dini shumë mirë pasazhin apo që bën fjalë për bariun e mirë edhe për atë tjetrin, thot kurse rrogtari që nuk është bari thot, të cilit delet nuk i përkasin, sheh kë ujkun që vjen thot, dhe i braktis delet dhe ikën dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. Këtu flet përsëri për ujkun. Interesant që hyn midis deleve. Apostulli Paul, ndërkohë që po u jepte lam të mirën plegjve të kishës në Efes. Shikoni se çfarë thot ai besimtarëve, thot, sepse unë e di thot se pas largimit tim do të hyjnë midis jush thot, ujqër grabitqar. Wow. Pali, shikoni çfarë fjalë është përdor. Që nuk do ta kursejnë tufën, thot. Dhe vetë midis jush, u thot atyre, do të ngrihen burra që do të flasin gjëra të çoroditura, që të tërheqin pas vetes dishepoj. Edhe u thot, prandaj rrini zgjuar dhe mbani mend se 3 vjet me radhë, natë e ditë, nuk pushova kur së paralajmëruari se cilin me lot. Njerëz të pakënaqur që duan të uzurpojnë
autoritetin e fjalës së Zotit edhe autoritetin mbi besimtarët që duan që të përçajnë tufën e Perëndis, duke qenë hileqar në shërbim me qëllime të ndryshme, përfitimi, fame apo ku diun se çfarë. Edhe Pali u thot, kujdes. Letët 2 të Pjetrit e kemi folur për këtë pasazh, nëse ju kujtohet, kur kemi studiuar ato perlën edhe mos i hidhni margaritarët tuaj, mos ja hidhni kujt. Derrave, mos u jepni qenve çështë e shenjtë etj etj. Edhe thot ka pasur midis popullit dhe profetë rrem, thot ashtu si do të ketë midis jush mësues të rrem. Të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatruese dhe duke mohuar zotërinë që i bleu ata do të rreqin mbi vete një shkatrim të shpejtë. Por atyre u ndodhin, vargu 22, është një kapitull i famshëm ky. Kapitulli i dytë i letrës 2 të Pjetrit. Po shikoni si përfundon vargu 22. Atyre u ndodhi çka thot një fjalë urt popullore, fjalë urt e vërtet qeni u kthye në të vjellat e veta, dhe dosa e lartë thuhet u kthye të zhgryhet në Luc, pra. Gjithë kapitulli këtu flet për profetët e rrem, qend, ujqrit, edhe unë përmenda pak edhe Herodin apo që Jezusi thotë shkoni dhe i thoni asaj dhelpre, interesante. Si e përmend Jezusi edhe çfarë gjuhë që ndjek. Dakor, dhe shumë i thoshin, po farisejve pse u thua ashtu siç u tha tek Mateu kapitulli 23, pjellën e përkash, apo Jezusi i vë emrin mëkatit. Edhe gjëra të tilla që njerëz që janë rebel, që duan të uzurpojnë autoritetin e Zotit, të fjalës tij, që të prishin punën e Perëndis, Zoti nuk i duron dot njerëz të tillë. Për shkak të krenaçësisë tyre, krenarisë tyre, ashtu siç folëm para disa javëve. Edhe ju thash për shembull që e ka përdorur këtë familje, kanidët për t'u referuar profetëve të rrem, tek Filipianët 3 vargu 2 thotë ruhuni nga qend, ruhuni nga punëtorët e mbrapsht, thotë ruhuni nga të prerë, dhe nuk e ka fjalën për qend fizik, megjithëse mirë është të ruhesh, gjë e mirë. Por e ka fjalën për ata që për brenda janë të tillë. Edhe vërtet, ndonjëherë një profet i rrem do të jetë një ujk, ashtu si thot fjala e Perëndis, që do të shkatroj, do të glabëroj. Edhe ujku nuk pëlqehet, nuk pranohet nga kopeja. Kopeja ka frikë nga ai, është kështu? Vjen ujku dhe ikën. Do thënë, janë bath vrapet. Prandaj ujqërit, profet të rrem duhet të maskohen si dele që të pranohen nga njerëzit. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu i parë, Gjoni thotë të dashur, mos i besoni çdo frymë, por i vini në provë frymrat, nëse janë prej Perëndis, sepse shumë profet të rrem kanë dalë në botë. Edhe janë pikërisht ata që thonë, unë kam një mesazh nga Zoti, unë kam një mesazh nga Zoti. Kujdes, Satani punon efektivisht duke falsifikuar të vërtetën. Çfarë është një profet i rrem? Është dikush që thotë Zoti më tha. Por Zoti nuk i ka thënë asgjë atij. Ky është një profet i rrem. Le ta fiksojmë këtë mirë që ka profet të rrem që duken të perëndishëm, që duken miqësor, që duken të sinqert në botë, sot në botën që na rrethon, që vinë me një mesazh tek besimtarët. Unë kam lexuar, kam dëgjuar, po ka njerëz sot që shkojnë tek besimtarët në përkisha, edhe thonë, di si është puna, kam një mesazh nga Zoti për ty. Kam një mesazh nga Zoti, edhe kur thua përmend fjalën Zot, ai thotë, për mua, çfarë mesazhi ke? Të gjithë njerëzit kanë një moment dobësie në jetën e tyre, një moment krize, vështirësie, dobësie. Dhe vjen aty një njeri i cili mund të jetë njeriu, le të them, më i butë, më i qetë, më i sinqert që mund të mendohet ndonjëherë. Edhe thotë, dëgjoj, se unë kam një fjalë nga Zoti për ty. Edhe
ka mënyra të ndryshme si veprojnë. Ka të tjerë që vinë e thonë unë jam doktor filani, kam mbaruar këtë universitet biblik, këtë shkollë biblike. Edhe tregojnë kredencialet e tyre. Zoti më ka thënë, ja se çfarë duhet të bëj kisha, ja se çfarë duhet të ndryshoj kisha. Kisha juaj. Ja se çfarë duhet të bëj. Mua më ka ndodhur pas shërbesës, dhe një që ka ardhur. Edhe më thotë, ju duhet bëni këtë, duhet bëni atë. Thashë, po ku e diti si jemi ne? Ti nuk na njeh, nuk e qenë këtu në kishë. Si na njeh, si e di ti se si duhet i bëjmë ne gjërat këtu? Po unë kam mbaruar filan gjë, filan shkollë, e tjerë, kam qenë këtu, e kam qenë qofsh me shëndetje, them. Ka njerëz që pretendojnë se janë profet. Kujdes. Shikoni Jeremian, si i gjente ai profetët, se dhe çfarë mendimi kishte Zoti për ata profet. Profeti Jeremia, shikoni thot, ata e mjekojnë, thot, shkele shko plagën e popullit tim, duke thënë paqe, paqe, kur nuk ka paqe. Para se të flasim për këtë, profet e rem, nga ana jashtme mund të duken të shkëlqyer, por për brenda janë satanik. Keni kujdes, prandaj Jezusi thotë që për brenda janë ujqër grabitqar. Ata ndjekin rrugën që ndjekin të gjithë në vend të rrugës së drejtë dhe të ngushtë. Predikojnë paqe në vend të gjykimit që po vjen. Qeshin me idenë e ferrit. Tallen me mendimin që Jezusi do të vijë për së dyti. E anashkalojnë fjalën mëkat, e minimizojnë mëkatin. Nuk preferojnë të flasin për një imazh negativ të njerëzit në përgjithësi, dhe më shumë flasin për pozitivitet, predikojnë ka prej tyre që predikojnë shpëtim pa gjak dhe pa nevojën e njerëzit për pendim. Edhe Jeremia, për shembull, në Dhjatën e Vjetër, sikundër pashja, këta i minimizojnë mëkatin. Sa i qartë që është. Shikoni te Jeremia 14 e vargu 14. Zoti më tha, profetët profetizojnë gënjeshtrën, thot, në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamje të rrem, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre. Shikoni sa e rëndë është kjo. Pra, pse i kanë besuar njerëzit, i kanë besuar se ata thonë në emrin e Zotit, flasin në emrin e Zotit. Prandaj i kanë besuar. Zoti më thot. Kur Zoti thotë, unë nuk i kam dërguar këta. Prandaj kujdes, prandaj njerëzit mashtroheshin, sepse thoshin Zoti më thot. Shikoni tek Jeremia kapitulli 23. Kështu thot Zoti ushtrive, mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci, ata ju bëjnë të këqinj, thot, ju parashtrojnë begimet e zemrave të tyre dhe jo atë që del nga goja e Zotit. Ky është ndryshimi. U flasin vazhdimisht atyre që më përbuzin. Zoti ka thënë, do të keni paqe, dhe të gjithë atyre që ecin në krenarsinë e zemrës së tyre, asnjë e keqe nuk do t'ju vi. Ata bashkoheshin edhe me krenarin e njerëzve të cilëve u flisnin. Sepse ishin vetë krenar. Edhe ky është një profet i rrem, që ai flet me gojën e tij, jo me gojën e Zotit. Ky është ndryshimi. Shikoni tek Jeremia 23. Po kush ka marrë pjesë të këshillin e Zotit? Kush ka parë? Kush ka dëgjuar fjalën e tij? Po pra bëhet fjalë për fjalën e Zotit, thotë, kush i ka kushtuar kujdes fjalës së tij dhe e ka dëgjuar? Ja fortuna e Zotit po shpërthen me tërbim. Një fortunë të mërshme do të shpërthejë mbi kryet e të pabezëve. Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet derisa të ketë kryer dhe plotësuar synimet e zemrës së tij. Ditë të fundit do të kuptoni fare mirë. Unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë vrapuar, nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar. Pra e bën të qartë dhe pasazhe të tilla janë vërtet forta. Nuk ka asnjë ndryshim se si duken nga jashtë, mund të thonë të njëjtat fjalë, mund të këndojnë të njëjtat këngë si ne, mund të kenë njohuri për gjërat që ne dimë edhe kështu është, por le të mos qetësohemi apo të impresionohemi se si janë nga jashtë. Pyetja është si janë nga brenda. Edhe ky është gjithë problemi. Si janë për brenda. Si jashtëmi mund të jenë të shkëlqyeshëm, mund ta duken sinqert, njerëzit më të sjellshëm ndonjëherë që mund të takojmë, por pyetja është si janë për brenda. Si janë për brenda. Si ta dim ne, nuk do ta shohim sot eksaktësisht, se Jezusi na thotë si duhet i njihni. Si duhet i njihni. Po ka 3 fusha që një profet mund të etiketohet si rrem. Besimi ose doktrina, thirrja e tij dhe sjellja. Në 3 fusha. Shumë shkurt do t'i them këto gjëra. Sa i takon doktrinës, një profet i rrem mëson
gjëra të rreme. Zakonisht ne mendojmë që profetë të rrem janë drejtues të feve që predikojnë doktrina të rreme dhe flasin për gjëra të ndryshme dhe ashtu është. Por kjo temë është shumë e gjerë, tema e profetëve të rrem. Megjithatë është e vërtet, ka priftërinë sot që flasin për purgatorin, që flasin për adhurimin e Maris, që flasin për indulgjenca. Ka të tjerë që thonë Krishti ka ardhur, nuk do të vi më. Ka të tjerë thonë që ne do ta vendosim mbretërinë, jo Zoti. Ka lloj-lloj njerëzish. Profetët janë të rrem kur besimi i tyre është i rrem. Po edhe në përkisha, për shembull, besimtarë që shkojnë duke dëshiruar që të fitojnë terren për të shkatruar punën e Zotit në mesin e besimtarëve. Për shembull, Matthew Henry është një studius i Biblës, mua më pëlqeu kjo thënie e ti thjesht po ju atë citoj. Ai thotë, nëse doktrina është nga Perëndia, ajo do të çojë në përkushtim serioz për ulësi, dashuri, shenjtëri dhe të gjitha hiret e tjera të krishtera. Por nëse përkundrazi, doktrinat që këta profetë të rrem predikojnë kanë një prirje të qartë për të bërë njerëzit krenar, të dhënë pas botës, grindavec, për t'i bërë ata të shkujdesur në sjellje, të padrejtë dhe të pamëshirshëm për çarës ose shqetësues të paqes publike. Dhe vazhdon dhe flet për imoralitetin e tyre dhe në fund thotë, kjo urtësi nuk vjen nga lart. Po për thirrjen, çfarë mund të them? Po patjetër, ka profetë të rrem, kanë qëllime të ndryshme, por pretendojnë edhe një pozitë, një thirrje në detyrë që nuk u përket atyre. Ata thonë që unë kam autoritet nga Zoti. Zoti më ka sjellë këtu. Edhe unë do të sjell një ndryshim. Unë do të bëj namin. Unë do t'i qartoj të gjithë. Zoti më ka dërguar. Unë jam si Zakaria, si Isaia, si Jeremia. Unë jam si apostull. Ja tregoj unë qefin këtyre njerëzve. Ja se çfarë duhet të bëj kisha. Po çfarë apostulli, profeti je ti? O të hëngërt lopa të hëngërt. Nuk është dhe aq e keqe kjo që thashë, lopa nuk ka njerëz. Në vjatrën e re Zoti thotë, hey, viri në provë frymërat. Për të ditur nëse është nga Perëndia apo jo. E ka njerëz që duan të jenë apostujt dhe profetë sot. Por janë vetë këta. Shikoni tek libri i zbulesë, kisha në Efes në fakt edhe. Jezusi është duke folur, atyre thotë, unë i njoh veprat e tua, mundin tënd dhe durimin tënd, dhe se ti s'mund t'i durosh të këqit. Ti i vure në provë ata që pretendojnë se janë apostoj. Dhe nuk janë. Dhe i gjetë gënjeshtar. Vini në provë çdo frymë, nëse është nga Perëndia. Disa pretendojnë se janë Krishti vetë, të tjerë pretendojnë që kanë një thirrje të veçantë, hyjnore, vajosje, kanë një thirrje nga Perëndia që në të vërtetë nuk e kanë. Ka njerëz sot që duan të predikojnë vetëm për dhuntitë e shërimit edhe të gjuhëve. Edhe ka të tillë që mbase nuk analizojnë veten se çfarë po ndjekin. Ka që shtiren si njerëz të Perëndis dhe nuk janë asgjë e tillë. Vërtet, dikush mund të ketë diplomë, mund të ketë certifikat, mund të ketë çfarë s'mund të ketë. Por kujdes, sepse kjo nuk vërteton thirrjen e disave që pretendojnë që janë prej Perëndis. Duhet kujdes. Prandaj Zoti na ka dhënë fjalën. Po do të flasim herës tjetër se si mund t'i dallojmë. Edhe sa i takon sjelljes, ta dini. Ujqërit mund të duken të veshur me lëkurë dele, mund të duken të këndshëm, të shkëlqyshëm, me fjalë të dura, por nga brenda janë ujqër grabitqar. Grabitqar. Nuk janë nice.
nga brenda. Dakor? Edhe çuditërisht këtë fjalë na thot Jezusi për shumë ne që mund na duket e çuditshme, por Zoti thot, ja se si është. Në kohën e Jezusit dhe apostujve pati profet të rem. Jeni të sigurt, pati mësues të rem, pati udhëheqës, frymëror të rem. Për shembull te Veprat e Apostujve kapitulli 5, nuk e kam këtu, por thjesht do ta citoj, do të mbaroj me këtë, thot Veprat 5, sepse para këtyre ditëve u ngrit Teuda, duke thënë se ishte dikush. Këti ju ngjitën, thot, një numër burrash, afro 400, por ai u vra dhe të gjithë ata që kishin ndjekur u shpërndan dhe u asgjësuan. Shikoni një tjetër, thuhet në vargun 37. Pas tij në ditët e regjistrimit të popullsisë u ngrit Juda Galileas, që tërhoqi pas vetes shumë njerëz dhe ai humbi dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan. Këta pretendonin se ishin dikush i dërguar nga Zoti, po përfunduan në rebelim dhe aq më shumë në tragjedi. Sa e rëndë që është. Jezusi thotë, mos e çuditni, ky fenomen ka ndodhur edhe më parë. Prandaj duhet jemi vigjilent dhe vigjilencë e vazhdueshme. Punëtor, hileqar, o Zot, mashtrues. Mos u mashtroni. Nga jashtë duken shpallin që janë profet, Zoti thotë janë të rrem. Keni kujdes. Le të ulim kokën qetë. Pra Jezusi na paralajmëron, thotë mos u mashtroni nga pamja e jashtme apo fjalët e ëmbla. Rreziku është real, një mësues i rrem mund të çojë besimtarët drejt shkatërimit shpirtëror. Ujqërit nuk e ndjekin prenë e tyre me mirësjellje. Ata marrin çfarë duan me dhunë të pamëshirshme. Si besimtar jemi thirrur të kemi sy të mpret shpirtëror. Jezusi na thot nuk është e lehtë të dallosh me njëri. Prandaj na thot, shikoni me kujdes, do të thotë që të jemi vigjilent. Ti vëzhgojmë ata që pretendojnë që të na thonë që kanë një fjalë nga Zoti. Dhe si ti dallojmë ata, do ta shohim herën tjetër. Në qoftë se mendon sot, duke thënë që çdo njeri që vjen pranë teje, duke thënë fjalë të ëmbla, të buta, është nga Zoti, apo vjen me një mesazh duke thënë që unë kam një fjalë nga Zoti për ty, atëherë thjesht po them, mbas ai nuk ka fjalën që Zoti i ka thënë atij, sepse nuk e ka. Në qoftë se ti kalon kohë me fjalën e Zotit, Zoti ta thot ty në mëngjes, në drek, në darkë, kurdo që kalon kohë me Zotin. Pse Zoti ti mungon goja që të mos ta thot ty kur ti lexon fjalën e tij? Kujdes. Në qoftë se je në fjalën e Zotit, Zoti di se si ta bëj mirë punën me bijtë dhe bijat e tij. Kujdes nga ndikimet e njerëzve që fshihen pas ekranëve të kompjuterëve, në YouTube apo gjithandej. Jetët e cilëve nuk duken përpara jush, përpara nesh. Por kanë qëllime të tjera, duke ju thënë që ja se çfarë duhet të ndiqni, ja se këtë duhet të dëgjoni. Kujdes. Mund të duken të këndshëm, mund të duken të dashur, por pak më ja, mund të bëj gjithë brumin që të vi. Le të kemi kujdes. Le të dëshirojmë të kalojmë vetë kohë me fjalën e Zotit. Ajo është fjala e pastër e Zotit. Le ta duam atë, ta dëshirojmë atë, të meditojmë për të, ta dëgjojmë Zotin, të bindemi atij në mënyrë të drejtë për drejtë. Ai është bariu i shpirtrave. Në qoftë se nuk e ke një gjë të tillë në jetën tënde, mund të thuash Zotit, Zot, unë dua që të dëgjoj zërin tënd më shumë. Ndjek disa njerëz të cilët më kanë devijuar dhe më kanë dhënë disa gjëra që nuk janë biblike. Edhe Jezusi thot, ruhuni nga ata. Është helm. Kujdes.
Le të lutemi bashkë. Ati dashur, faleminderit për këtë ditë, faleminderit për fjalën tënde, për këto fjalë, o Zot, kaq të rëndësishme për ne, që të kuptojmë se në çfarë realiteti jetojmë. Falenderoj ty për pastërtinë e fjalës sa e mrekullueshme, Zot. Thjesht na ndihmo, Zot, që të besojmë ty, fjalën tënde, të vërtetën tënde, Zot. Të dëgjojmë ty atë që ti thua. Zot, faleminderit sepse ne kemi mundësi të komunikojmë me ty, të flasim me ty përmes lutjes. Faleminderit që ti na flet përmes fjalës. Faleminderit që ato gjëra që ti na flet dhe na mëson, ne ju a tregojmë të tjerëve, Zot. Më faleminderit që ti peshon zemrat tona. Lutem, Zot, që të na ruash nga i ligu. Faleminderit që i gjejmë këto lutje në fjalën tënde. Faleminderit që Jezusi u lut edhe për ne si besimtar sot, që të na ruash nga i ligu, Zot. Sepse ti dëshiron që ne të shkëlqejmë dritën tënde. Të ecim duke pasur një unitet shenjtërie për lavdin tënde, Zot. Duke dashur njëri tjetrin, jo duke qenë të pakënaqur, jo duke mbjellë pasiguri, jo duke mbjellë çrregullsi, jo duke dëshiruar që të uzurpojmë autoritetin tënd në kishën e Zotit, të fjalës tënde, jo duke mbledhur pas vete njerëz, o Zot, që mendojmë që ata do të na dëgjojnë me fjalët që kemi ne, o Zot, po ty të takon lavdia. Jo neve, Zot. Faleminderit për të vërtetën tënde. Zot, të jemi shumë mirënjohës për mbrojtjen tënde, Zot. E të lutem na mëso që të jemi njerëz që jetojmë në një trup, në unitet, edhe që shpallim të vërtetën tënde pa droj. E vërteta jote, Zot, është ajo që na çliron nga çdo lloj makth i të ligut. Faleminderit për fjalën tënde, Zot. Na ndrysho dhe na përdor për lavdinë e emrit tënd. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen.